Skënderbeu U19 ka bërë surprizën e madhe duke ndalur në një barazim 1-1 anglezët e Aston Villa në Korç, në duelin e vlefshëm për raundin e dytë të UEFA Youth League. Të dy golat e takimit u shënuan në pjesën e parë. Miqt kaluan të parët në avantazh me Wilson në minutën e 37. Megjithatë, vetëm 4 minuta më vonë, juglindorët barazuan shifrat me Enstar Beqirin. Aston Villa shpërdoroi edhe një penallti në minutën e 33 me Brogjo. Skënderbeu pati disa mundësi për golin e dytë, por nuk shënoi dot. Sfida e kthimit do të luhet në Angli më 5 nëntor, aty ku do të vendoset skuadra që kalon në turin tjetër.